Unë ftoj për ju, Rita Gjeken. Mirë mrama. Mirë mrama, faleminderit. Në pas ka marrë shumë malli. Rit, kam një pyetje se mbane kurioze. Më the që duhet me dasht me e ba këtë profesion. A mësohet me dasht, apo lind me dashni? Duhet edhe me dit me dasht. Njerëzit lindhin me dashni, por pa vullnet prap se prap nuk bahet. Pra duhet bashk dashnia edhe puna. Le ta majmë mend si kryefjalë e kësaj shfaqje sonte. Dashuria, dhuroni sa më shumë dashuri, se keni me e marrë mrapsht. Skena e gjitha për ju, Rita Gjekaj. Faleminderit. Unë e kam pa jë, e kam Rita Gjeka, se kja ka të vetin me jë. Ki drejt, e kam, se për shembull mu në këshill, njohin si Warda Gjekaj. Edhe se bashkëshorti jem ma kërkoj që ti marrsha mjemnin, unë për herë të parë, vetëm një herë njëtë e kam tradhu baben, edhe në rova mjemnin, nga Albunesa zyrtarisht Gjekaj. Parit Gjekaj, love you. Unë jam Rita Let Gjeka. Sa ma shumë plakem, aq ma shumë nihem krenare me emnin e babës tem. Fotografia që unë kam mas shpinës është një fotografi e vitit 1956. Fotografia e themeleve të këtij teatri. Baba jem me disa miq të tij ka drejtu punimet e këtij teatri dhe lidhjet e mia me teatrin janë pa lin alaun. Sepse baba e kishte pasion se ishte ndërtesa ma e bukur në qytet, e me thonë drejten edhe sot është prap ndërtesa ma e bukur në qytet. Normalisht nuk është e bukur vetëm si ndërtesë, është e bukur edhe për të shka ka mren, është e bukur edhe për ju që vini. Unë e kam thënë gjithmonë që Shkodra është e mushën me talente, por gjaja ma e talentume që shkodrant kanë është spektatori. Kjo fotografi është shumë me rëndësi, kjo është super rëndësi, diskutohet, sepse unë shqyqyrë që kam këto fotografia të fëminisë teme, se me siguri kam kene lumëtun, në bazë të qashofë, se për sa vje që jam unë nuk e moj mend a kam kene lumëtun. Unë e di vetin të lumëtun gati gjithmonë, dhe ma mërmenja edhe fëmi kam kene lumëtun. A pat me fotografijet e mija, apo do në me lanë baben? Këto jam të pusi i qobejve, se nënadaja jeme është qobej që dhe ata kishin në oborin e ty në një pus. Vetëm i ka që maj mëndë për kësaj kohë, sigurisht, nuk maj mëndë ma shumë. Ma nej, nuk e dija, kena foto tjera, unë kam pru disa të fëminis, kja është fotografia e klasë parë. Në klasën e parë, unë si personazh goxha i vëmendshëm, ose nuk dija si me e përcaktu vetin në fakt, unë kam hinë klasë parë në vitin 1967. Pra unë jam 1960 dhe shkollën unë e kam fillu në 67. Pikërisht në vitin kur nolli hataja në Shqipni. Fillur me shem kisha xhamia, si që shumica për ju shedi. Një moment caktu, mi ishte diku ka gjysa e shkurtit, dhe këtë nuk mune me harru, sa është shumë e rëndësishme. Mësusja jeme Valentina Pali dritë past, më qënë edhe më thot qoti se je shkath në recita. Një poezi që kisha mësu në shpije, dhe unë isha krejt e binun që ajo që do të recitosha ishte poezia ma e bukur.
jo vetëm isha e bindën, por jam prap e bindën që është poezia më e bukur që unë kam recituar ndonjëherë. U çova në klas edhe fillova me një patos si që kanë fëmijët në fakt. Ati hynë, qien qill, shejt nuk joft e mnyt. Zysh gadi sa si ra pika. Më ka për zhelesh si kam ken, shumë bukur ik. Sigurisht që i lajmëroj në shtëpi që unë e kam bakët urti, dhe në shtëpi më thane, nuk është poezi për shkollë, kja është vetëm për shtëpi. Dhe unë gjithmonë e kam ditë që këtë poezi mundem me recitu vetëm në shtëpi. Megjithatë, unë këtë poezi vazhdoj me recitu edhe në për kuintat e këtij teatër. Dhe tashti po më vjen mend njëherë, ka ken atje sipër Fatmir Gokovi, është një teknik i teatrit Migjeni, ishte antar partijet. Më ka pa ty ba kryq atje, edhe ka ardhë dhe më ka thanë, rrit, mas len namë se më fusin burg muja ty. Unë gjajnë ra, e thanë faleminderit publikisht, Fatmirit dashtën, dajës. Pesëmdhjetë vjeqe, në vit 2 gjimnaz. E veshën ushtarake se bashim edhe zbër. Një ditë bukur, unë dal në dritaren e njenës prej klasave që në bashim mësim, edhe shof që komandanti i shkollës, po bante ushtarake ma ta pushte drunit të pokës tonë e tjere tjere. Mirë, po të kënë se i shaf mi urtë, nuk mujta me nej shumë e qetë, dhe i thashë, komandanti më starojmë që e ka pas emnin Gjën. Edhe unë dalë në dritare edhe i thamë, ka urnu kapitan Gjoni një ata arma po i dërzoni. Komandant Gjoni propozdoj për jashtimin tem nga shkolla. Drejtor shkollët në atë periull ka kënë Selacena, super burë. E gjeti mënyrën për me bind komandant Gjonin që do të merte masat ashpra dhe të marrasi i shput që nuk di me ju diftu. Unë pështova pa u përjashtu, komandant Gjoni u knaq. Kja është periulla e shkollës mesme. Unë kam ma qef me fol për shkollën e naltë. Ne këtu jena 4 shoqe të ngushta. Kena 44 vjetë që jena mike, ose për kamerat 24. Pra, në këto 44 vjetë të shkollës, unë kam boll me fol, por ju keni me hangër dhe dark, kështu që nuk është e mujton me i thanë të në muhabetet e mija. Në shkollë unë kam shku me vështërsi, du prap me gjetë rastin me falenderu Sul Bushatin, i cili ka ken sekretar partijet në kohën kur unë kam shku në shkollë. Sepse ai me një fjali më ka qu në shkollë. Vajza e ku je, më tha. Unë më thanë drejten pula kry dhe në fund kamve, sepse e disha që baba kishte ken burg politik. Vajza e Let's Gjeks, i thash kështu si me. A e din tha se Let's Gjeks ne duhet me i ba një bust para në shenes? Me thanë drejten kja është një fjali që kam me njek mrapa diri sot i mjulli sytë. Edhe sot unë gjaj rastin me falenderu këtë burë të meqem e qytetarë të Shkodrës. Edhe në shkollë të naltë nuk kam lanë pa ba mrekullina sigurisht, por nuk kam lujt me që me i tiftu këto. Këtu jena pothuj se plaka, them pothuj se kam frikë se i vjen keq atyre tjera, se për veti se kam atë problemit. Unë kam kenë në një kursi 85-ës quhena, që me thamë drejten janë të gjithë shumë të talentum. Klasa jonë ka qitë edhe ambasador, na kena edhe ambasador, Petrit Malajn. Ambasador i Kosovës, po ambasador të prapë. Di me thanë se në ditën e fundit të shkollës ne ishim të detyrum me përmush një fletë format ku duhet të shkrushim se qëfar komunistat kena familje. Vjen Kadrije ka pasem një shefja kuadrit,
ala i kam në vesh ato takat e saj se kisha gjithmonë frikë, kuptohet arsyeja. Ha mi gje ka shkruj dhe ti, sepse unë nuk po shkrusha asgjë. Një shok, që e dite shumë mirë se kush jam, i tha ka drejtë. Kjo s'ka komunikë. Me thot drejtën një ashtu ka kënë. Këtu është dita e martesës teme. Unë jam martu në 97-ën. Me 9 shkurt, imagjinoni çfarë datet. 3 ditë para se me pas lufta, e 97. Me Gjorgjin, kam da një jeti ashtë zakonisht bukur. Unë e ndi që mundet gjithë kush me pas lakmi marrëdhënien teme me Gjorgjin, edhe sot. Unë në shtëpi kam hi me 2 prill. Në 2 prill datën e masakrës. Unë kam kënë në shesh me 40.000 tjere, edhe në momentin kur na ka shty policia në oborrin e Gjorgjit. Pra, unë kam hi në shtëpinë teme, pa e ditë sa jo ka me u ba shtëpia jeme. Shtëpia jeme është te kilometri 0, marrëm vjen me u thonë, po këta bo apartament se s'kishim lek për tjetër gjë. Jetoj me kujtimet e Gjorgjit, shumë kush e njeh Gjorgjin, nuk e di sa vetë e njohin këtu, se dhe nuk shoh krejt mirë kush ka ardhe, kush ka ardhe. Gjylin e mundit vetëm shoh. Nejse. Jeta jeme me Gjorgjin ka kënë shumë e bukur, ja uroj çdo vajze e s'parit vajzë teme. Sepse por nuk u njiva në fakt, në takoj shumë shkurt. Është do të thoni jo veti e martu vonë, është të drejtë, se 10 vjetë përpara se me njoh Gjorgjin, ma ka propozu Zyli Miloti mere, edhe i thash ja. Pyteni, ju betohem që ashtë kështu. Kja është vepra artit ma e rëndësishme jetës teme. Kam zgjell këtë foto për me ju diftu tanëve se vajza jeme është diplomu. Kja drita dilit e nënës vetë. Unë për me pas Silvian, Silvia ka emrin e gjyshes vetë. Po për me pas, unë qmos kërkush, si të në punë të mija, më është dasht, shumë ma mund se ju të dashtu në gra, nana dhe motra. Sepse, po pëse po ju a diftoja si fije? Hiq ma, hiq. Kam hekzime e ba, por e kam ba si drit dilit. Gjithmonë kam thënë se unë kam një djalë e një vajzë. Djali për mu është teatri, vajza është Silvia. Teatri për Silvien nuk ka kënë kur gjeloz. Po Silvia për teatrin, gjithmonë, edhe më ka vunë dukje, e unë ala sot emocionohem prej faktit se ishte shumë e rejë në fakt, edhe më thote, ti dënë ma shumë teatrin se mu. Sepse unë e kam gdhirë dhe ngrysur, këtë e kam për kamerat, në teatr. Kam nej shumë gjatë në teatr, jo vetëm unë, po të gjithë aktorët e punëtorët, sidomos. Bajse. Aji. Tinka Kurti, ma e madhja e të mëdhajave, të mëdhenjve.
të Shqipnis nuk i del kush para kësaj gru, nuk diskutohet. Kam kanë para 4 ditëve, e kam pa, ka i herë takon, po faleminderit Zotit që ka qitë Zoti harresen, se fjala e parë që më tha, jam ba nervoz me zefin. Për të birin i cili nuk jeton ma. Faleminderit Zotit që harron kjo gru. Këtë foto, për në s'kena vetëm mretnesh, na kena dhe princesha. Foton me Tinken një dhash Sabins me knatësin më të madhe, sepse kisha nevoj për një detaj të vogël. Kur unë marrova shkollën e nalt, partia e patë arsyeshme që të shkosha në Peshkopi. Sepse sa po ishte hapur teatri profesionist i Peshkopis. Me rritë si qojnë nervat kër e thamë këtë fjalë, por fakti është që unë e mnova në Peshkopi. Një atë moment, e më vlla do të shkote ushtarë, se nuk mujte me shku, ka shku 21 vjeç ushtarë, që mos kërkushi, sepse s'kishim më lek me shku edhe i ushtarë dhe në shkollë, s'kishim. Si përfundim, baba tha, po gjajmë i punë çfarë do, se ty në Peshkopi nuk jeti u shku. Takojmë në rrugë, Tinken, edhe i kjajmë këtë hallë. Edhe Tinka, si kurqë dhe malcore e fort, jo se kishte këtë nevoj, po më tha, letë sa unë edhe 4 muaj e kam me dalë në pension, jam ty dalë që i sot. Dhe doli në pension për me më liru vendin mu. Edhe mu tani jetën ka rrejt menja, se ti më liru vendin, pa bëhem si aja. Ju nuk ta çuditeni me këtë foto, po për mua është ndër më të rëndësishmet e jetës teme artistike. Non è solo uno spettacolo, që do në me thanë për ju që s'dini italisht. Shfaqja e fundit e jemja si drejtoresh, është vizita e vumën të skenë nga Davide Jotiqe, 3 vjetë përpara dhe me të cilën ne ala sot bëjmë turne. Bëjmë turne sa është një shfaqje shumë e mirë dhe kena fitu disa çmime. Masi unë kisha ra dakord mendimin e Jozef Shirok që bate tona e-mailet e tona gjanat e botë, si Banjozi është një menaxheri jashtëzakonshëm. Kishim ra dakord me regjizorin, ne do ta bashim shfaqjen pa dhënë asnjë lek. Dhe kjo për mua ishte shumë e rëndësishme, sepse edhe kur hiqin spektatorët më dukshin si 500 lekësha. Ka që kisha mendën se më kërkoshin planin e çanta historinë. Ma be drejtora, shkot. Kur filloi shfaqja, bëmë një workshop shumë interesant, të gjithë rolet që janë, jena 10 personazhe, autori, mendimin e regjizorit i ka qep si mas trupit në i ka qep. Pra në është që rëndësishme, që bukur shfaqja. Mirë po, u pa e arsyeshme që pa e marru këtë shfaqje, on me dalë në pension. Kam dalë në pension me 18 gusht. Edhe këtu çmos kërkush, pikë të verës. Dola në pension dhe puna do të fillote me datën 3 shtator. Do të vite regjizori. Shkume me Jozin me i marrë në Rinas, erdhme, fillu me punën, edhe 3 muaj mrapa ishim pa drejtor. Unë du me gjejtë rastin në këtë moment, emocionohem shumë, më falni, me falenderu të gjithë punëtorët, të cilë nuk kisha nevoj as me i shikju, sepse rrishin kam shumë ma shumë se kur kam kënë drejtor. E du me i falenderu me radhë, e jam e sigur që nuk harroj asnjë, sepse i kam tetan i të në zemër. Filloj me Mikelin, Bledin, Benin, 2 Marka, Arjanin,
dritën, tanin, e në fund po jo nga rëndësia, naqen. Që kishte me kenë Leonardo di Guga. Këto njerëz mu më kanë rrit, me këto njerëz unë kam hangër, me këto njerëz jam një artiste, me këto njerëz jam gënjë, din kush me kallëzu. Nuk e kanë qa kryt hitë se e kanë ditë shumë mirë, se sa ma shumë të bërtet, as ma kote kam. Kështu që më vjen shumë mirë që mu dha mundësia me i falenderu publikisht, sepse ne bajmë art të malë, bana tanë artista vesh në godit, në nuk din kush me kallëzu këpuc me ta, ka që po hejru, por, në fakt, po ata nuk. Du me falenderu shumë Sabinën edhe Bertin, të cilve i ka shku menjat e onë. Sepse mu me thanë drejten kishte marrë shumë malli më rëgjën, me dalë në skenë, njëri pa dek, nuk e lëshan në skenën, nuk dhip se dorë me ma hek kotë. Faleminderit për dur trokitjet, janë muzika ma e bukur që linë vesht e mi. Faleminderit. Inshallah nuk jam zgjat fort se bërtasin të atjerë. Na knaqi, ishte e nevojshme atmosfera që na solli Rita, se boll ju bëme një tjertë me qa. Rita ju bani me qesh edhe një mra pa kuintave ji na shkri. Po si? Ma bani halal se unë të jam si në shpi teme. Normal. Kam harru Bert Shiroken mërë. Personin që ban personajet tona dhe i gëdhen si kërkush. I pa zëvëndësushme. Në fakt kam pas me folë edhe për Serafinin, po nuk e di pse nuk më doli fotoja. Serafin e teatr ashtisoj.